Coach, a very good game. You were leading from the beginning till the end. Although the Pristina came back to 4 points, it was a bit stressful. How did you win tonight? What was the key to the win tonight? Energy and desire. Very simple. Congratulations to my players. They show from the beginning that we want to win this game against opponent who has a lot of individual skills, a lot of talent, and very good team with also size and bodies for higher level, no doubt. And that's why they came back. But for me, it's more important that we didn't give up. We know we have to play 40 minutes, and we make a good decision at the end. And once again, I'm saying, with good defense and with good energy, we are a good team. A lot of job to do in front of us. It's obvious that this league will be so complicated and long race in front of all of us. Thank you very much. Thank you. Pra, e ndëgjum se çka tha dhe trajneri Kashqellën, thash prej fillimit kanë udhëheq deri në fund. Prishtina u afrua në 4 pikë e përsi, megjithatë e fitua ndeshën, cili ka qenë qelsi i fitores skuadrës së Borës. Tha energjia dhe këmbgulësia, pra lufta të cilën e kanë bërë lojtarët e tij. Tha Prishtina është skuadër e cila ka gjatësi, jo tha vetëm për këtë ligë, por edhe për më larg. Tha dhe lojtarët e mi kanë luftuar, kanë dhënë maksimumin, për atë edhe i uroj. Tha gjithsesi se kjo ligë po bëhet shumë interesante, ishte i lumtur për këtë fitore. Tha i pret edhe shumë punë lojtarët dhe ekipin e Borës. Dhe tha se kjo ligë po bëhet shumë interesante, shumë kompetitive, garuese. Këtë e dëshmon edhe rezultati i ndeshjes paraprake ku Rahoveci në mizajrisma e mposhti Bashkimin duke i shkaktuar disuatën e 2-3. Bora shënoi fitoren e 2-3. Pra pasi që mposhti Rahovecin në mizajrisma 65-85, sonte e mposhti edhe Sigal Prishtina 10 pikë e përsi 88-78, duke regjistruar pra kështu fitoren e 2-3. Sigal Prishtina për Prishtina si të është kjo disuata e 3-3. Me të vërtet kjo ligë po bëhet tepër e nxehtë, edhe pse po hym në dimër, temperaturat basketbollistike po ngritën. Nesër na presin edhe 2 ndeshje interesante. Trepça, e cila mposhti Pen në derbi të Entën, do të jetë mysafire vllazimit në Shaninushi, ndërsa Golden Eagle Ylli do të ndeshet me Pen në Karagaj. Pra na presin edhe 2 ndeshje fantastike, pra nga ora 17. Trepça vllazimi në Shaninushi, pasi ndeshja e parë ishte zhvilluar këtu për shkak të zgjedhjeve dini, dhe po ashtu Golden Eagle Ylli Go Plus Peja do të zhvillohet në Karagaj për arsye të njëjta nga ora 19:30. Nga unë Agon Fehmiu, ekipi realizues i Oksigenit për Art Motion, kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me adresën numër 1 të basketbollit, jo vetëm në vendin tonë, por në shqiptarinë në përgjithësi, Art Motion.